Nuk e lejuan t'ia gjuajë një grosht të dhejut të Drenicës mbi varr. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ia hapte derën e spitalit. Faleminderit nga zemra për ngushëllimet, për fjalët prekëse. Në emër të familjes toqe, në emër të babit, ju falenderoj për kujtesën dhe mbështetjen. Ju jeni mirënjohës të gjithëve. Gjyshi asnjëherë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve. Më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ia hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orë të më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin lirinë çlirimit. Dhe vdekjen e shpejtë të gjyshit e pash në fytyrën e babit kur doli nga spitali. Gjyshi i mbijetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve nëpër të cilat kaluam si popull. Por këto 4 vite nuk i mbijetoi vuajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Një sëmundje e pashërueshme për njerëz të fortë, krenar dhe me dignitet. Dhe siç thoshte shpesh gjyshi, me vdek pa u korrit. Gjysh, asot nuk jemi korrit. Fatkeqësisht, babi nuk e lejuan të jap lamtëmirën e fundit bashkë me ne sot. Nuk e lejuan t'ia gjuajë një grosht të dhejut të Drenicës mbi varr. Por, në vend të babit, Maqedonia e Lubina. I madh dhe i përjeshëm do të jetë kujtimi ynë për ty gjysh, miq e familjar të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjellë e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është çelësi i çdo fitore. Dhe personifikimi i këtij bashkimi janë krerët e OÇK-s në Hagë. Le ta ndjekum shembullin e tyre për të bashkuar sërish për fitoren e radhës mbi padrejtësinë. Ju falenderoj të gjithëve që keni mbështetur familjen tonë, familjen Axhit Kadri, të Bacit Jakub, të Axhit Req dhe familjet të gjithë atyre që po mbahen në Hagë. Faleminderit për respektin dhe ngushëllimet tuaja. Jam të mirë gjysh, prejo me paqe.